Vitet e fundit miq të dashur ka pasur kryesisht lajme të këqija nga ekonomia, ndaj më vjen mirë që sot vjen edhe një lajm i mirë për bizneset dhe për pronarët e tyre. Qeveria gjermane, siç ju kam njoftuar edhe më parë, do të investoj me qindra miliarda euro në ekonomi e këtë javë u miratua edhe projekt ligji i parë konkret. Qeveria ka vendosur pra të ndihmoj firmat dhe kompanit që duan të investojnë në këtë vend, pra që duan të investojnë në Gjermani, e kjo mund të gëzoj edhe pronarët shqiptar të bizneseve dhe kompanive në këtë vend, sepse në Gjermani ka bukur shumë kompani me pronar shqiptar. Këtë javë ato kanë miratuar pra një projekt ligj i cili së shpejti do të nxirat edhe në Bundestag dhe në Bundesrat për miratim, por qëllimi i qeverisë është nxitja e investimeve në Gjermani, rritja ekonomike në vend dhe natyrisht sigurimi i vendeve të punës për punëtorët. Ministri i Financave Lars Klingbeil tha se projekt ligji ka për synim modernizimin e vendit, investimet në ekonomi, qëndrueshmërinë dhe aftësimin e kompanive gjermane për konkurrencë në tregun ndërkombëtar. Kur të miratohet ky projekt ligj dhe të bëhet ligj, unë me siguri që do të shpjegoj më detajisht se çfarë do të thotë kjo mbështetje e bizneseve, por të them se ai parashikon edhe lehtësime të shumta tatimore për kompani dhe për sipërmarrjet. Më konkretisht, projekt ligji parashikon një ndihmë apo siç thuhet një booster për investime. Kjo ndihmë parashikon kompensimin e vlerës në emër të amortizimeve apo ajo që në gjermanisht quhet Abschreibung në vlerë prej 30% çdo vit, prej datës 1/2025 deri me 31 dhjetor 2027. Ky kompensim i amortizimit vlen pra për të gjitha investimet në pajisje të reja, sepse Gjermania do të mbështes modernizimin e kompanive. Projekt ligji parashikon po ashtu edhe uljen e taksave apo të ashtu quajturit Körperschaftsteuer për kompani. Kjo ulje do të filloj të zbatohet gradualisht nga viti 2028. Taksat për Körperschaftsteuer do të ulen prej viti 2028 deri në vitin 2032 për nga 1%, që do të thotë se në fund do të bien nga 15% sa janë tani në 10%. Qeveria parashikon që nga viti 2032 kompanitë në Gjermani të paguajnë në përgjithësi më pak se 25% në emër të tatimeve, nga rreth 30% sa paguajnë tani. Qeveria do të lehtësoj gjendjen e kompanive dhe kjo është një lloj thirrje që ato të investojnë në Gjermani, pra të investojnë brenda vendit. Më në fund, Gjermania do të subvencionoj, pra do të mbështes edhe blerjen e automjeteve elektrike për qëllime të bizneseve. Projekt ligji i ri parashikon një amortizim të përshpejtuar për makinat elektrike deri në 75% të kostove të blerjes së automjetit. Siç e shihni, ka pra bukur shumë masa dhe goxha vështirë është edhe të shpjegohen, por ideja është që të mbështeten kompanitë dhe bizneset që duan të investojnë në Gjermani dhe për këtë po krijohet një kornizë më e mirë ligjore. E projekt ligji i ri parashikon edhe mbështetjen e kompanive që investojnë në studime ekonomike, në studime kërkimore të reja. Projekt ligji do të sjellë pra goxha shumë ndryshime dhe goxha shumë risi, të cilat mund t'i shpjegojmë natyrisht më detajisht kur të miratohet dhe të bëhet projekt ligji të shndrohet pra në ligj në Bundestag. E ju, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe shpërndajeni edhe këtë informacion, sepse siç e thash në fillim, në Gjermani kemi edhe bukur shumë biznese shqiptare që me siguri duan të investojnë në bizneset e tyre dhe që mund të përfitojnë nga këto ndryshime ligjore. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacionet e tjera.